Klubi futbollistik Otranti ish rikthyer në mënyrën më spektakolare në ligën e parë të Malit të Zi, duke siguruar rikthim një javë para përfundimit të kampionatit. Në derbin vendimtar të javës, skuadra nga Ulqini mposhti Gërbalin me rezultatin 4-2 dhe vulosi rikthimin në elitën e futbollit malazez. Ndeshja zhvilluar pranë plazhit të madh në Ulqen nisi me ritëm të jashtëzakonshëm. Brenda vetëm 6 minutave të para u shënuan 3 gola. Gërbali kaloi në epërsi fal golave të Strahinja Gjuricic dhe Sinisha Stanisavic, ndërsa për Otrantin realizoi Augusto Korea duke mbajtur skuadrën në lojë që në start. Megjithatë, shumë shpejt u pa qartë se Otranti ishte skuadra më e mirë e këtij sezoni në ligën e dytë. Futbollistët e drejtuar nga trajneri Milija Savovic treguan karakter, qetësi dhe futboll cilësor, duke përmbysur rezultatin me autoritet. Aleksandar Vujačić barazoi fillimisht në minutën e 15, ndërsa në pjesën e dytë, autogoli i Andrija Krivokapić dhe goli i Valentin Rudović vulosen fitoren e madhe të ekipit ulqinak. Ky sukses ka një rëndësi të veçantë për qytetin e Ulqinit dhe tifozët e Otrantit festuan me shumë emocion rikthimin në mesin e më të mirëve të futbollit malazez. Pas një sezoni të mbushur me paraqitje të mira dhe rezultate të qëndrueshme, Otranti e meritoi plotësisht vendin në këtë elitë. Qan sultani e qaj bunat plot krenari